Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Dume Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të abonoheni duke klikuar poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme do të shkojmë në Igumenic me këtë live, do të hap dritaren për një të ri i cili është akuzuar këtu në live me Odetën. Për gjithë besnikët e live-eve të mia e kanë parë historinë e çiftit Ervis Begaj dhe Mariola Varfaj, të cilët kanë akuzuar njëri tjetrin për tradhti bashkëshortore. Ervisi ka tradhuar Mariolën sipas Mariolës dhe ndërkohë Mariola ka tradhuar bashkëshortin sipas Ervisit, pra burrit të saj, me një person me emrin Geni që u denoncua këtu në live me Odetën dhe ditën e sotme Geni kërkon të reagojë dhe të japë një shpjegim për të gjithë publikun. Por për gjithë ata që nuk e kanë parë momentin kur Ervisi ka qenë këtu në live me Odetën, por dhe Mariola ka qenë këtu në live me Odetën, e dëgjojmë se çfarë thon këta prindër dhe rikthehemi. Shikoj plaka, shikoj. E më thua mua ti, pse e bëjmë fjalë, shikoj këtu. Shikoj këtu, sa edhe na puna tani ora 3. Shikoj. E marr telefon, e telefonin e ka me zet ult, flet me dashnor. Ik çoja Robert se është sigurt që flet me dashnor. Mos vi keq fare, çoja ti se unë do ikin në shtëpi. Ço fëmijë të shkët. Ashtu jetojva unë 10 vite. I thash ku je? Më tha mua jam në punë tha. Dërgoj fëmijë që në shtëpi. Edhe i thash ku është mamaja? E më tha më pa ha me dashnorin tha. Më fal për shprehjen, po ta thos si motër. I vaj atij i thash nuk bëf mirë edhe i bëri një fotografi. Edhe vetë nuk jam i sigurt se unë kujta dinej asaj. Që ta di që janë fëmijët e mi. Sa jam mirë, më fal për shprehjen, si motër po të fliste me dashnor. Iku e para me dashnorin e para. Zuri tani një shqiptar, ai rritet në Igumenic, një far Geni, nuk e di mbi emrin e tij. Edhe në video kur ka folur telefoni aty herë, më ka thënë mua në telefon ajo që fëmijët janë të tutje janë të Genit. Prandaj s'do ta bëj dinej. Ajo ishte dokumenta, mos kisha lekët të gjitha të mia ishin në emër të bankët. Edhe kur kam dalur në shtëpi kam dalë me 3 euro. Se u mëson dashnori sa janë ato lekët, se tani jam mundan. Prandaj po bën ashtu do leka apo kjo bën Qikru, i kanë thënë si njeri, do lek po, hap gjyq, ose do të hapin gjyq una, e do edhe bëj dinej, që ta di që janë fëmijët e mi. Mirëmëngjes Odeta, u mërzita shumë kur pas ato videon që kishte quar në internet Ervis Begaj, se unë nuk jam e tillë, një nën pisanjose, se po t'isha një nën pisanjose, askush nuk më mirëte në punë. As me një se kam tradhuar. Nuk e di që janë fëmijët e mi. As në klasë fare për fëmijët, as fëmijët e mi, as fëmijët e Merlinës. A dëgjon çfarë thot për fëmijët e tij? Qotes burra i del këtu para meje dhe i thotë të gjitha. Jo me ty vetë. Të dali këtu janë, lajk me mua. Ai ka vajte gjeti gjinet tjetë, grua tjetër dhe fliste para fëmijës atij dhe dëgjonte fëmijës e gjithë fëmijë. Edhe kur vjen nga puna dhe më thoshte djali babai flet me dashnore. Ashtu më thoshte djali ma. Qofse je gatshëm të dërgoj lek për fëmijët, atëherë do shohim a do t'ja lë fëmijët apo jo. E ke dashur Ervisin? Kur në jetën time se kam dashur, nuk e shikoj dot me sy, jo të kem dashur. Me sy nuk e shikoj dot. Tani është normale që nuk e do. Flas kur u martove me të, e ke dashur? Jo, nuk e kam dashur, kur. Por pse u martove? Ma ben prindri. I pam këto momente jo fort të bukura, kur një burr dyshon për fëmijët e tij, ndërkohë dhe një grua që tregon se ka qenë dhunuar nga babai i fëmijëve. Por në të gjithë histori është përmendur emri një djali me emrin Geni, sa ai ka qenë shkaktari i prishjes së familjes. Geni është duke më pritur live nga Igumenica, kështu që hap dritaren dhe e dëgjojmë. Geni, përshëndetje. Thjesht mundoja të përshëndetje. Geni, gjithashtu përgëzime për emisionin tuaj, për videot e tuaj që bani edhe në emisionin që jeni në pagjurëm. Kam shumë respekt për ju ndjek. Shumë faleminderit në emër të gjithë shqiptarëve, të gjithë njerëzve që ndihmon. Përgëzime për çdo gjë që bani edhe çfarë tjetër dhe urime. Kam shumë sukses në punë. Përshëndetje. Dhe thjesht unë gjova, sepse unë atë Mariolën e njoha dhe gjova dhe atë djalin që foli.
Thjesht unë Ndalini pak. Unë nuk dua që të Ervisin dhe Mariolën, nuk dua që unë nuk dua shakmarrje se bëjnë ata për njëri tjetrin, flasin keq për njëri tjetrin, të kontaktova sepse të jap një informacion mbi Mariolën, edhe mbi Ervisin, sepse unë pak a shumë njeh që të dy, kupton? Ty të ka... Nuk e di nëse në interesin tant kjo po apo jo. Po, do të dëgjoj ditën e sotme. Geni, Ervisi, ish burri Mariolës, ta ka akuzuar se ti ke pasur një lidhje intime me Mariolën. Po, unë kam pasur lidhje, nuk kam pasur, shoh se ka filluar me Mariolën. Mariola kërkonte punë ka nënën këtu në Gumenic. Nënë e saj mban pleq, si thonë, Po, kujdeset për të. Edhe unë punoj edhe në këto kohë po kërkoja për punëtor. Edhe më del në Facebook që kërkoj punë në Gumenic, edhe kërkoj edhe shtëpi, kjo Mariola. I dërgoj thjesht një ftesë, edhe nuk e pash më, pastaj kisha punë tjera harroj edhe më vonë pastaj e shikoj që e pranoj atë dhe shkoj çfarë po bëni. Po ka punëtore fillimisht. Për sezonin e ullirit, se ka qenë diku dhjetor. Nuk e kam njohur më përpara, ka qenë dhjetorin jo këtij vitin e kaluar, jo këtë dhjetor. Edhe thjesht ka po muhabet sepse ajo kishte shoqë një njeriu tim në Facebook. Pra, po më tregon që me Mariolën i njohur nëpërmjet Facebookut. Ajo kërkonte punë i Gumenic. Po, rrjetive sociale, po. Edhe si fillim i thash mos po shqetësoj apo gjëra kështu, më tha jo, andaj këtej, si folëm pak a shumë folëm, tha që me burrin jemi të ndarë, rrim bashk, po rrim thjesht për fëmijët, po kërkonte punë te Gumenic, ishte për tikur, e kupton, nuk ishte se unë e mora nga ai apo si që mora, pasaj fillova kësaj thash, do të vish, si thash këtu ke punë në brullin, tani edhe kushte beharit e punë sezoni, si shanë, kjo do në të punoj në kuzhinë, përqen vetëm të punoj në kuzhinë, nuk do të punoj, ndoshta nuk i banë do të edhe punën të tjera. Edhe, ja atje filluam gjë njom, kushte a i fliste me tjetër, a i kishin kështu, kishin të prishur familjen këta faktikisht, ka pasur të prishur, nuk e di, para 2 vitesh, nuk e di çka për me tjetër si pretendon ai apo ajo thotë jo, nuk është e vërtetë, edhe kishin të prishur atë familjen. Edhe i them kësaj i gjej shtëpi Mariolës. I gjej shtëpi këtu ja paguaj unë shtëpinë si gjithnjë. I them hajde lart, i them tash se tani është puna, që nëse do të punosh me fëmijët, tani e ka punën direkte. Më tha unë, jo, si fillim më tha, ishte qartë, unë pa fëmijët nuk i vetëm as i vend. Këta e ka që nuk do, fëmijët nuk i lë. Është nënë e mira, po është nënë e keqe, për fëmijët e saj është i mban, nuk është, do me thënë, nuk e di se si e kam bërë atë videon edhe ja, fëmijët ashtu bëjnë, se fëmijët ata fëmijët, ajo nuk është shumë, e ka të drejta, që nuk është shumë mirë ajo psikologjike, apo kështu ka problemet e saja, nuk ashtu e ka rritur nënë e saj, nuk e di se si janë problemet, edhe ata të flas vetëm pak për videon edhe pas të them se si vazhdoj. Ata fëmijët ashtu shpesh herë bëjnë këto punë. Shtëpi bërë mua ngren shtëpinë për bys apo andaj këtej janë fëmijë, kupton? E qartë. E qartë për fëmijët, sa për videon që ashtu ja. Edhe kjo pastaj i bën thotë që uzura i ka bërë një denoncim atij. Denoncimin ja bëj, denoncim kur ishte në Samos, pardu në Gumenic, shtëpinë kishte gati të gjitha. I them që mos e futu burkit, them se nuk ka ndonjë ashuja. Ti do ikësh atje dhe lëre. Më vonë ai mund të qetësohet, ti jep familjes që të flasësh apo diçka. Ti nuk është jam i jandush me brana burg. Me sa di unë se nuk di më shumë, thotë që nuk i bëra, i bë e nxora prapë, e falla prapë, si thot ajo, nuk e di se si është punë e policisë. Aty sa ai është pa dokumenta. Edhe tani që flasim ai është pa lloj dokumenta. Nuk do ta di policia, është me gjyq, nuk e di se çfarë bën atje. Nuk e di se si qëndron domethënë. Ata janë akoma në një proces gjyqësor të dy së bashku. Po procesi gjyqësor ja kanë bërë unë denoncimin. Do arri edhe aty. Denoncimin e kam çuar unë Mariolën që ta bënte. Thjesht do t'ja pak të kuptosh sepse ti besoj je një gazetar investigative dhe e ke në interes një çështje apo diçka si i ke më të dihet më lehtë domethënë që të shpjegoj unë. Do të dëgjoj. Po, çfarë ndodhi? Ti akoma nuk e kishe takuar Mariolën? E kam marrë Mariolën ku. Pra, të lutem, Geni që ta kuptoj qartë. Ti nise një komunikim nëpërmjet Facebookut me Mariolën. Po. Kur je njohur me Mariolën, ajo ishte në konflikt me burrin e saj dhe kur je takuar për herë të parë me Mariolën që ajo vendosi të vinte në Gumenic te ty. Në Gumenic ka qenë janar 2026 në 2024.
Janar 2024 ajo ka ardhur në Igumenic dhe Po. Të ndalemi pak, ajo erdhi në nash Samosi merr atë të jap gjëra të shpjegoj pak nga pak që të futë pak në çështjen që të kuptosh më në brendësi të çështjes. Vin deri në Athinë, më merrën telefon me shumë nevra, shumë e acaruar, tha unë do kthej brapa thash se me nënën time dhe fillos ofendizim me për nënën e saj, sepse ajo nënën e kanë këtu tani në Gumenic. Po. Sepse më thotë që mos rrikuj, thash shikosh, thash unë e di Gumenic, unë e di se si është Athina, thash do rrisonde në Athinë, thash po që mundësia ta paguaj unë ata nëse s'ke lek me vete, të nisun lek, të rish për fëmijë, se me 2 fëmijë nuk mund të rish për shembull të bredhësh rrugëve këta. Ditën tjetër ka ndajtur atje konflikti me nënën, do thjesht këtë që të kuptosh si fillojnë gjërat. Edhe ajo arriti në Gumenic, ka arritur në Gumenic rreth orës 2:30-3, sepse nuk e dinte shpinën e nënës, sa shpinja gjeta unë, të gjitha ja barakati unë. Parasysh, edhe arrin në Gumenic, në pamje të parë zbret fëmia i parë, zbret fëmia i dytë, i madhi, ka zbritur i vogli Aleksi, siç i për fëmijët i ka shumë të dashur, shumë fëmijë të mirë, nuk mund të ata janë pafajshëm. Janë fëmijët, janë super fëmijë. Unë për shembull kam akoma, edhe pse nuk kam lidhje me fëmijët me apo kështu, e kam shumë për zemër. Të vinë Gumenic, për shtypjen e parë që më ka dhënë ishte një vajzë e mbledhur, e krusur, dukesh si një vajzë e keq trajtuar. Ishte mbledhur, ishte si e friksuar. Edhe ja thoshte shumë njerëz, kur vinte se kur kërkonte për punë apo kur flisim me njerëz që vinin bashkë, ja thoshte shumë ta që duhet të jesh më e hapur, më kështu se shikoj njerëz që edhe kanë frikë të të marrin edhe në punë, nuk E ndrojtur. Shumë e ndrojtur. Që t'jap të kuptosh shembull që të dy që do të nxjerrë, doa që të nxjerrë tamam, nuk e di, s'doa që të ha edhe kokot. Jo. Edhe fillojmë e marrim të shtëpia, atë natë nuk ka pasur drita shtëpia, kemi edhe shtëpia që i kisha marrur me qera saj, edhe ditën tjetër ka marrë të shtëpia ime bashkë me fëmijët, sepse nuk kishte me ku të rrini. Fëmijët i regjistroi andaj këtej, edhe biles një mësues atje ishte shumë i njohur, mësuesi i njerëzve të mirë, sepse Gumenic do njoh njerëz, nuk e se njoh shumë, njoh edhe njoh shumë kujton, po njoh sa mjaftueshëm. Të bëj një pyetje, pse e morë të shtëpia jote? Pse nuk vajti tek nëna e saj? Nëna e saj punon në mban një plak. Edhe nuk do të lëja fëmijët pa drita, kupton? Mirë mbajnë plak, nuk mund vend të përplasen gjithë, ai është në shpinë me një greke. E qartë, ajo jeton është punon nga mëngjes deri në darkë në shpinë e një greke. Por është atje, kujdeset për plakën. Por konfliktin me nënën Mariola pse e pati? Pse u zu me nënën e saj? Konfliktin me nënën pse e kishte Mariola? Konfliktin e saj, sepse nëna e saj do të t'i bante komando, siç thoshte ajo në jetën e saj, do të dalet e nëna, do t'jap gjitha që të nxjerr pak në këtë, që t'i them këto muhabete një nga një që të dalë direkte në thellë. Do të dëgjoj, do të bëj pyetjen e fundit. E mori në shtëpinë tënde se lindi një histori dashurie mes teje dhe Mariolës? Lindi një histori dashurie, po. E qartë. Ka mbaruar ajo histori dashurie, po thjesht po t'jap që të kuptosh, sepse ca gjëra edhe që ka thënë ai janë të sakta, edhe ca gjëra që ka thënë edhe ajo për atë janë të sakta, pse nuk e di se ata thonë proces gjyqësor, unë nuk di gjë për gjyqin. Por do të vazhdojmë më çfarë ndodhi? Ju e morët e shtëpia juaj me 2 fëmijët e vet. Filloi nëna e saj vinte shumë pak, fëmijët i merja, unë kam çuar në shkollë vet. Jo se do të nxjerr vetën time, do ta nxjerr sa mos më njohse, se është edhe mos më njohse. Janë si njerëz mos më njohës. Pak a shumë. Ajo ka problemet e saj, nuk mund t'ja, po është e jam e saj, është bie me baban e saj. Ky babai i saj që për të ndajtur me fëmijët, babai i saj kur ka ardhur, kemi marrë në dogan, kemi marrë bashkë, është një njerëz që nuk është mirë. Ka probleme të tip psikologjike, si thot ai djali që ka ngjarë nga gjyshi. Djali ka vonesë në këtë në zhvillimin e tij, por nuk është, domethënë, është zgjuar djali, po thjesht nuk është në të shkruar, nuk është në Afrikë, ndoshta nuk e di. E kuptoj, po. Vin baba i saj, po i lindë me fëmijët i thash, baba jo, nuk i ma do të fëmijët, sepse është një bërret, nuk i këndot, është me zorikën, ka shumë probleme, nuk është mirë, ka iku, po them ka probleme dhe tip psikologjike. Pas asaj filluan pasaj një cako, filluan
ka përmendur, më falë se ka përmendur para se dinte babai i saj, ka përmendur një Artan Verbaj, se për përmendi emra, më nuk më pëlqen përmend emra, po meqense përmendi ai, nënë e saj më ka futur ma atë kushuririn e saj, a nuk e di, ka futur revistë, nuk e di kush më mori, më merr një herë, më tha, unë jam xhaxha i saj, në fakt është kushuriri mamas, domethënë ti bie dajë, thash nuk bie xhaxha, se ne, për shembull, unë jam Nemna Mallakasa, të gjithë. Unë jam nga Hekali Mallakasës, qytetin e Bylysit, në qoftë të antik të Bylysit. Ky është Aklosi, po vite shumë i ikur, edhe unë vite shumë i ikur. Kurse nëna e saj është me vëgjin prapë në Aklosi, edhe rrinë në Ballës këta. Domethënë Mariola në Ballës, Kalin në Ballës edhe në Ballësi. Kurse Ervisi është më poshtë, nuk e njoh personalisht, po është më 3-4 shatra shumë, jemi shumë afër domethënë. Atje jam zërë me këtë personin, jemi llafosur, jemi berë, më ka thënë, do ta shikosh ti, më ka thënë, me atë budallaqën që ke marrë, më fal për shprehjen, ato idiote, ajo është psikopate, do të dalë edhe pse ka thënë atë. Më vonë pasaj kemi filluar, në i thash shumë do ta bjesh me ai, ku babai kishte për të marrë kemp. I thash shumë do ta bjesh me se ai nuk i mban dot fëmijë. Bë rreth në shtëpi, nuk ngrej gjithë pallatin në kamp, sa ata rrinë në pallat aty kur ajo. Pra, ka gjetur shtëpi, kam. Geni, ju filluat një bashkëtesë me Mariolën dhe dy fëmijët e saj. Do ta them unë se ka filluar bashkëtesën. Ka filluar në bashkëtesën sepse kur ka ardhur ajo, atje sepse jam pak nuk po vi dot atje tamam në temë. Kur ka ardhur ajo, si thot ai që ka marrë lek me vete, ajo 20.000 euro, ajo s'kishte lek me vete. Kur ka ardhur pa lek fare. Edhe po e mbaja në afër të shikoja çapo bante lëvizjet që ta testoja, e parasysh, edhe kur ka ardhur ka qenë pa lek fare. E keni ndihmuar? Vajte në një supermarket të pashku hyri edhe vajte atje në ambas, thash çfarë po bën, thash bjeri kartës po provonte, kishte 2 karta, nuk e di 3 karta se janë kartat që tip kartat për fëmijët, kartat që kanë këto që janë kartat e bankës, kupton, kartat e saj, nuk kishte 20 euro brenda në llogarinë e saj. Edhe e kam mbajtur në afër për mos të rënë në duar të gabuar apo diçka e tillë. Kemi filluar një marrëdhënie bashkë, kemi ndajtur rreth 5-6 muaj bashkë. Po. Vajti e çova në punë, kisha gjetur punë pa ardhur. E çova në punë me motor, i merja fëmijët me motor, i merja çdo gjë këto i bëj, kam bërë shumë domethënë. Po i bëj thjesht më shumë i bëja për fëmijët, se më vinte keq. Për fëmijët e saj. Fëmijët gjuna, nuk do lloj që ndodh për mua, do të thotë që fëmijët janë fëmijë. Pastaj kemi filluar zankat. Se më kishtan, Ervisin, më falë, edhe Ervisin ka folur una, Ervisin kur e kanë zera burgu, ajo më thosh që më kërcënon. E kam marrë Ervisin, i kam thënë, ka 3 mjeti, i kam thënë sa kërcënon një grua. Më ka thënë, po të gjenjen, nuk janë njerëz, nuk janë mirë, më ka thënë, i ke fis budallën, siç e thosh ai për shembull, nuk dua të përdor fjalor tillë. Ka përdorur për djalin e tij të madh, siç thot ajo Mariola, këtë e thotë të vërtet që djali im i madh është budalla. Nuk thuhet ajo se do që të jetë, ai nuk është budalla si se thua. Ka problemet e tij, ndoshta nuk e di nëse ka probleme, se nuk kam arritur kurrë të arrijë në këtë. Fëmijët i çon siç e kemi çuar në shkollë këtu. Fëmijën e çojnë gjithnjë. Fëmia është kalon në kontroll gjithnjë. Jo në çon shkolla. Interesohet shteti, interesohet gjitha edhe çojnë në punë. Gjatë kohës që ti ishe në bashkëtesë për 6 muaj me Mariolën, e ke marrë ti Ervisin i pari dhe i ke thënë pse e kërcënon. Para se dinte Mariola. Do ta filloj të nxjerr atje më fal se nuk e nxora gabim muhabetin. Para se dinte Mariola kur ishte në Samos, para se dinte në Igumenic. E kam marrë unë Ervisin, i kam folur, edhe i kam thënë mos bëj të tjera se unë jam ai që të nxora në Burgus, ajo donte ta lindte brenda, nuk e di, ashtu siç thoshte ajo, siç pretendonte, sepse unë isha larg. E kupton? Më afër jam me Tiranën se sa me Samosin, është shumë larg. Është qartë, e kuptoj. Po. Pasaj kam marrë edhe një tjetër, i kam thënë mos i kërcënon më, se do të vi poshtë puna. Do të vi poshtë për të tremur sepse në ato kohra ishte një shqiptar që vrarë, më kupton, ka qenë koha ku një shqiptar që vrarë gruan edhe kishte mbajtur papafingu për një javë, nëse nuk e di nëse të kujtohet ajo. Edhe për thjesht për ta tremur, jo se mua më pëlqen ta losi fort, e kupton, thjesht për të bërë pak presion. Më nuk ka njerëj kjo thashë, nuk i ka frikë ta edhe këtë, për këtë gjë e kisha marrë. Më vonë pasaj fillojnë, më thoshte kjo që më merr më gacmona, më bën ande këtej, merr të gjithë janë telefona i këtë. Edhe i them një herë, bie më pak po çfarë dosi. Kaj blok, po jo unë nuk e ka bërë blok, i thosh kjo, Mariola Ervis flisin ndërkohë pak a shumë, më duket se duhet të ketë nisur e lek, siç thot ai, apo nuk e di kjo, i kërkon të lek gjithnjë. Edhe i them, ti do rishur, i them, më shan, i thash, shiko që këtu i thash unë, ti më shan mua, i thash, po të rregulloj unë tani, e kam marrë Mariolën, për këtë punë e gjyqit që thot atë datën 20 që thon këta, e kam marrë Mariolën, i kam thënë, unë do rri, i kam thënë që ti
ai të marri të shaj të beri kështu në sut fëmijëve apo të shaj fëmijë, se më thoshte shan fëmijë bën andej këtej, e merr, ka polici, shtëpia e saj në rajoni policisë është 100 metro. Nuk e shumë afër policisë. E ka marrë në polici atje, i ka bërë denoncimin. Kam qënduar unë atje për jashtë, derisa i ka bërë ajo denoncimin në polici. Edhe nga gjyqin e kam filluar kështu, nuk kemi filluar. Tani fillojnë këto konfliktet, po t'ja pak të kuptosh, do gjyqin e kam hapur, i kam gjykur, kam qenë unë, edhe i kam thënë, nëse ne i biem i qafë aty, kam thënë, apo nëse ti e ke kacmuar ata, nuk është gjami që ne të vëmë në policisë. Dikur, e vërteta i ka kam të shkutra, do dali, gënjeshtra i ka kam të shkutra, do dali një ditë. Ti e ke bërë përmbrojtjen e Mariolës dhe fëmijëve duke e orientuar që ajo duhet ta denonconte në polici babain e fëmijëve për kërcënime. Nuk është gjami që ta marrësh njeriu edhe të ziheni apo të bëni kështu se mund të fjalë për fjalë do të ketë një konflikt edhe mund të ai të ngrihet atje të bëjë një budallik, nuk i dihet ai. Ta harrova atë kur e mora herën e parë që ka marrë Ervisin, më ka thënë që do i vras vllain, e akuzon, ai thoshte që unë do të vras vllain po shoj që denoncimin. Në ajo e kisha edhe pak frikun ai që i bëja ato lloj lëvizjesh e kupton. Nane kësaj vinte gjithnjë edhe nane kësaj më kishten që i kishten njëri i merrte në telefon gjithnjë, do ta vrash, do ta bëj, i thoshte për Mariolën, njëri kishten që do të marr fëmijë, do t'i therr fëmijë, do t'i fusë sot me dru, nuk e di. Kishin konflikte të tyre, mos to janë konflikte llafe për kështu, po të shtyn ndonjëherë, të shtyn për këtë që u shtyta edhe unë që i bëj denoncim gjithashtu. Ai denoncim se nuk i dihet. Po ti jam këtu edhe masë nuk bën gjë thash, po unë jam gjithë ditën në punë. Andaj këtej vetëm kjo është ashtuja. U bë denoncimin me atë. Filloi nane saj, pastaj filloi nane saj, se duke to e kacmonin atë. Nuk tregonin të vërtetën, filloi nane saj po mbante këto llafet ju andej, po këtej ju hiqni denoncimin, shkoj këtu, unë ke denoncimin i tash. So unë qesh mes policave, biles ka rrotu policia për mbi 15 orë atë, ruante shtëpinë. Pra, janë bërë shumë vrasje këtu në Greqi, ka bërë shumë. Në këto moment, pas denoncimit, i nisi konfliktet me nënën e Mariolës. Ajo filloi pasaj. I thash nuk do ndrysh me jetën time, nuk dua më të shikoj, këtej kam punë zbor. Asaj kam punë zbor, e kam shar. Nënën e Mariolës. Nënën e Mariolës unë e kam shar, i kam futur fëmijët, ta ka pështuar në balkoni. Do thuash pse? Do thuash pse? Jo, ke shumë të drejtë. Unë jam shumë gabim. Unë nënën e Mariolës është pa dokumenta të rregulluar. Unë nënën e Mariolës mund të danisja në Shqipëri çfarë doja, don. Nuk isha një minutë për të larguar, i thosha rri larg meje, sepse ajo minte i fusta unë gjithnjë. E do dalë pse i kam bërë këto gjëra. Kam bërë gabime, unë kam bërë një jetë edhe më shumë se kaq. Edhe ashtu, nuk është ta thash, nuk po ta them për akmari, po të them pak a shumë të nxjerr në si është e vërteta. Edhe si nuk e di, edhe ndoshta tu thosh në llaf aty që tu ulen që të dy ta gjen mohabetin edhe fëmijët, sepse edhe për fëmijët nuk është mirë se si e bëjnë ata. Nuk e di, thjesht unë po të shpjegoj pak a shumë. Kam filluar me këtë. Kjo punonte me një shqiptare, punonte këtu te puna këtu, gjeti një punë tjetër, edhe punonte me një shqiptar. Kërkonte edhe punë të tjera, donte të gjente punë më mirë, e merja me motorin, çfarë në për punë, andej këtej kushtot më për punë më tregonte, jo, andej po tek këtu që punë nuk e merrte njëri për punë, nuk e merrte njëri për punë sepse kjo është shumë e ndrojtur, shumë e friksuar, edhe nuk të merr njëri në punë, ashtu thotë diçka ka, nuk e qartë. Edhe më vonë pastaj filloi me ka filluar me një shqiptar, pasoi në hotelet e Sivotës. Tin Sivot ke qenë vitin e kaluar, sepse unë të ndjek, unë ju ndjek gjithnjë. Isha. Edhe punonte në Sivota me këtë shqiptarin, unë kisha dëgjuar që një shqiptar nuk isha i sigurt, po isha pothuajse i sigurt që kjo shqiptare nuk paguani, thoshja. Nuk do të punonte të kisha dëgjuar këtu në Plataria, sepse unë rri në Plataria, kjo rri në Gumenis, tani unë rri Plataria edhe se në Sivota. Këto janë vende turistike që punojmë. Edhe i them, mo ik me ata, i thash, lërë edhe punën aty ku je, po këtek lërë, edhe më ullofës me shumë punë si së vetë, sa vetë në gjezit dhe në darke të punë tani, edhe fëmijët janë herë vetëm, herë me baban e saj. Babaj tani për momentin o do të ketar, do të jetë në Shqipëri. Nuk e di diçka e tillë. Edhe nuk më dëgjoi, u zu atje, iku na puna, vajti deri në polici, i beri njëri kolegu të saj, i beri që më kushtonoi do të thyej dam apo çaj kishte ai këto muhabete ditë, muhabete rrugësh. Më shkuan pasaj kjo, më thotë unë do vetëm prapë në punë, i thash, nëse ti vetëm punë, i thash, më mua mbaroni tash. Nuk bëhet që i thash unë që unë vetë të veshti deri në polici, thash unë me njërin atje, të vesh prapë në punë. Vajti në punë, nuk më gjoj, vajti në punë, unë zumë, ika, unë isha në shpjesa, i mora gjeret e mja, unë grita ika, andej këtej. Sa bende? Fillotëm nga smonte pasaj. Ky ishte shkaku, që ti u ndave me Mariolën. Aty filloj, pasaj u ndave me Mariolën. Me ta kur prape, shpesh e ke pas para
Pas se është larguar, po të fundit që është larguar, se shkruante apo bante në mesazh po e bllokoja gjithnjë, kur s'kisha urrë se bllokoja, nuk kishte marruar domethënë si lidhje, po takojshim në javë çuve. Dhe ndihmoja se më vinte keq, nuk vinte keq edhe për fëmijët. Nuk kam ndihmuar shumë njerëz të ndihmoj, nuk e kam sado më kanë kaluar për budallakurit tonë asaj. Por dua të bëj një pyetje, Geni, në momentin që pate konfliktin në fillim me nënën e Mariolës, që më the kam shtyre, kam mbështytur që ke gabuar me një nënë nuk mund të bësh kurrë. Mariola do të arrijë deri te nëna, do të arrijë. Ajo është një gabuar, kjo të drejtë. Është një veprim shumë gabor për mua. Po mund të bëj edhe diçka tjetër asaj, për shembull, se ajo nuk duhet të fushte të hundë të gjithnjë. Për shembull, kur tjetra është në një lidhje, mori tjetër, andaj nuk mund të bësh ti komando në jetën. Nuk mund të fush ti kushuririn tënd që ta kërcënoj, e kupton? Nuk është aq e pas të nënën e saj. Por çfarë ndodhi më pas? Ti u ndave, ajo të shkuan. Ndam pasën e filluam u ndam, ke pas konflikte, aty fillova ta kuptoj çfarë personi është, fillon të ndarja, filloi të kuptoj çfarë personi është. Çfarë kish bërë? Më kish marr Facebookun. Zhvillu Facebookun tim. Po. Shkon të gjitha mesazhet e mia, u shkon të njerëzve. Në emrin tënd. Po, unë që kam ndihmuar me fëmijët, historia ime është që jo me emrin tim, me Facebookun tim tamam, i kisha për vetëm mesazherin, nuk e di se si e kishte, unë nuk jam më shumë i teknologjisë, dhe kam gra 2 muaj, 3 muaj që vetëm që t'ia fshija, merja me të mirë, me andaj këtej shante njerëzit. Merrte njerëzit, thoshte njerëzit që ai është budalla, ai është kështu, merrte motrën time. Unë kam motrë nga babai dhe vëlla. E qartë. Kam edhe nga nëna, ata nuk i njoh. Kam 2 dhe nga nëna, ata nuk i njoh, të drejtën. Por motra ime, nëse jemi para 7 vitesh që kam njohur motrën. Motra ime është moshë e madhe, është 45 vjeç tani. E ka djalin 20 vjeç, e ka çupën 17 vjeçe. Nuk është edhe i thoshte kësaj, mblidhe ata, çoti doktorit ti thotë motra ime, ore vajzë dashur i thotë. Ti u bashkove me ata, unë nuk ndryta fare i thotë. Se unë e njoha me motrën atë, unë nuk ndryta fare, as nuk u thash gjë. U thash në fillim që mos u ngatroni se si fillim mbani distancë njëri me tjetrin. Edhe fillon të motrën time, desa e shoh motrën time, e bëj blok motrën, më tha këtu po ma bën blok. Ngrihem unë, vetë gjej tek lokali që punonte. Punonte në një lokal, punon natën në limanin të Gumenicës, atje punon në një anë të limanit dhe në një anë në fund të Gumenicës, që punon tani për momentin. Edhe dua pak Mariolën për ta tremur, se nuk kisha sa nuk dija se si ta bëja në Facebook, nuk arrija ta bëja dot. Edhe ngrihem vetë atje i them fri budalliqet, se do të çojmë policinë. Nuk ka dy, merr shumë atje, jam acaruar, ai kisa nuk ishte mend. Biles, unë ngrita vetëm në polici, jemi zanë atje në këshuja, të shkosh ato pësosh ti ma bëndë ma shumë njerëzve, më ke prekur fëmijët, më akuzoj edhe për fëmijët. Gjithë mirat që bërë, më akuzoj e sigur i kisha prekur fëmijët. Në sultan, njerëzve thash, ore, ti thash rrugën hapër e ke iku duesh, thash, unë do vete, vada të policie, thash, ti thash ati policët e njifnim nëse, kështë pato një konflikt me komshin, ati buri Mariola, u bëriti fëmijëve aja dhe vajtëm i bërë aksun, i bërë lajmërim që mos gacmo me fëmijët, që ke sa ke, thoj prinit, mos gacmo me fëmijët. Edhe i them ati policit këtu, shkom, tha policit. Do t'i bash dhe nënësim, tha ma, nënësim i bëna se ta. Ajo tha, do vetë do thoi qaj do i qefi, tha, atë do t'a besoj me keqja është kjo me femrat unë greki, sepse sa thot një femre e besojnë, kurse sa thot një mashku dhe shumë e vështirë. Do bre dhe se përgjyqem, tha ma, e në fund, fito, tha, mund të humbasësh, tha ma, për qa do vesh dhe ti hapësh një polici, tha. Futi një blok, po nuk di si bëhet, tha shumë. Po i kam tha ma, të një që regullon telefonat, nuk vajta biles, atje si isha, a që më zditu, sa vajta dhe i të policia, tha, do t'i bash në nënësimi bënda, po do paguash ato lekë në për gjyqje, në për ande, në për këtej, më tha edhe për gjera kot. E qartë. Sa e të përdor në Facebookun dhe shante gjithë njerëzit e tu, e qartë. Po? Një shoqëstime i nëzirë fëmijë, më thënë, gjua shkon kisha 2 fëmijë, se qa e ditë hoshte, edhe thoshte hajde të pim kafe bashkë. Unë kam, sepse unë punoj në kamping, edhe këtu ku kemi di anglisht, pak, jo shumë mirë, di edhe italisht, edhe njoh njerëz, një belge. Edhe i nëzirte e mërë me videoklisin e saj, i thoshte hajde të pim kafe. I thot ajo tjeta, gjo si shpunam, unë kafe me ty, thot, si që tha ju, se ashtë din dhe ka ashtë, ja thoshte anglisht. Unë nuk flash do të greqisht, të flet do të anglisht, su si do merim i vesh anglisht, edhe më thot ma kjo, i vete gjej, them, të kërkoj falit të belgen, jam gatruar me një njeri që unë ke prisja, doj që tjetë puna, i thash, më fal mua për veprimet që bënd ajo, edhe shkojnë të njerëzit, e kishte në kontrol.
Edhe ditën që ka vetë policia kanë thënë motos bëj blok, i kanë thënë se nuk e lindë rat, bëj blok mua, i kanë thënë që të shpëtojmë se nuk lindë rat, gacmon të motorën time. Çfarë ndodhi më pas? Më pas pasaj e lash blok, më bante fshinte një Facebook, hapte një Facebook tjetër. Më dërgonte mesazhe. Je budalla. Je i çmendur. Nuk je për asgjë. E shumë gjëra të tjera. Do të thënë provokon, edhe ai Ervisi provokon. Me këto gjëra ajo si duket i ka bërë më përpara, edhe Ervisin ajo provokonte. Që të dalë prapë të nënë e saj. Këtu do dalë, po të them një nga një, po të them pak të ngatura, por ndoshta më kupton. Po. Nënë e saj, Ervisi i bante edhe para, kishte bërë me Ervisin edhe me këtë kushurinë Artan Verba, i kisha projektit që e thot ai përmend ai që mban anën e tij që thot Ervisi, për që më mori mua dhe kushurinë nënën e saj që më akuzonte mua. I kisha bërë edhe këtit Facebookun, i kisha bërë një të gjë që kisha bërë mua. Edhe i kisha bërë të tilla lojra. Për ndjekje, do të thënë ka probleme për ndjekjen. Problemet e saj. Nënë e kësaj, i thoshte ai i merrte Ervisi, merrte nënën e kësaj, siç më ka thënë nënën e kësaj, janë mohabete nënës kësaj, edhe thoshi, kjo i thosh, si nënë që i thosh bieri me hut, nëse nuk më xhaman çu. Si se kemi ne, kështu i thonë mallakasjosi, kështu bieri me hut. Ka përdor dhunë ndaj asaj sepse merrte jamën i thoshte kështu e ban çupa jote. Ai i thoshi bieri. I bieri me huti, e ka qenë, ka përdorur dhunë ndaj saj. Dhunë është përdorur. Kjo është më së saktë, po ka qenë nënë e saj. E kupton. E kupton pak a shumë se bëra unë ato, domethënë ato reagim ndaj nënës së saj. Është do të bëj keq, se nënën e saj unë keq i bëj çfarë dua, edhe tani si e kupton. Nuk do të bëj keq në ato. Ka bën një budallik ashtu, apo më mirë është ta bëj kështu që ta largoj pak. Nënën e saj nuk është nuk besoj se është një njeriu dend ashtu. Djali i saj më ka mësuar keq djalin e saj. I kam mësuar vetëm edhe këtë, edhe djalin e saj kam mësuar vetëm interes, vetëm lek. Po ke lek për ata i pari. S'ke lek, çdo njeri, don. Jemi takuar, jemi zënë për shumë kohë. Ka arritur deri në pikë që më ka thënë dua ti më do vetëm për marrëdhënie seksuale, më ka thënë mua dhe do të më japësh 100 ca euro në javë që të jemi bashkë. Ka kaluar deri në këtë fazë. Për mendimin tim, domethënë Ervisi ka bërë këto gjëra, domethënë edhe dhunën që thot ajo ka bërë, ka qenë nënës, ka qenë edhe familjet, sepse këto familje tradicionale Allah shqiptare si kemi ne, ka bërë këtë. Djali flasim gjithë edhe për atë. Se është e rëndë. Pra Mariola arriti deri në pikën sa tha, më paguaj 100 euro në javë dhe vetëm ti të kesh marrëdhënie seksuale me mua. Mori ditën që kemi qenë te policia una, që kisha vajtë te lokali që të thash, un kam tre pronare. Tu në kampingu. Është një kamping, Kallami quhet, është shumë afër Gumenicës, shumë afër limanit, edhe i thotë mos e merr në punë, se unë do t'i bëj denoncim sot, sepse më ka ngasmuar familjen. Ajo ishte reagimi i saj, kupton? E kuptoj, të akuzoj. Ja pak si reagoj. Si bëj reagimin e dytë, të shikosh videon e parë të asaj, se unë shumë pak e pash videon e parë, nuk e kam parë më, po të dytën e pash si e kuptova reagimin, domethënë edhe komentet që kisha lexuar ishte shumë. Unë që e njoh si person, për shembull, jam pak a shumë ta kuptoj se si person që jesh. Por dua të pyes, ju ndat dhe pas ndarjes keni patur shumë konflikte. Ajo të ka kërcënuar, të ka shqetësuar në online, të ka shqetësuar. Çfarë të duash ti? Unë thjesht pastaj nuk i vija mere. Dante çfarë bante, ku takohesh, për shembull Elia, më merr në telefon. Gjithë janë telefonin, mbyllë telefonin, nuk vinë, të dukshin ato hapje telefonin, kush kish marrë telefon, dukshin 10, 15, 20 në ditët e merja, çfarë? Po jo ti je budalla, po jo ti, po mirë, unë jam për veten time, nëse jam budalla kam të mendshme. Jo andej po këtej. Sa kohë ke që je shkëputur përfundimisht dhe le të themi ajo nuk është më. Përfundimisht ka qenë te live-i jot i fundit, edhe kam thënë si doli live-i thash. Sa live-i më tha, live-i thash edhe detaj thash. Sa është kishë një kurtë, unë do ndikja gjithnjëherë. Edhe më tha, ti mos i fund hundët ta në punë të mija, tha. Se do shkosh, do të shosh me ti, diçka nuk më kujtohet mirë. Mos i fut hundët ti, më tha, rri larg apo diçka tillë më ka thënë.
Unë të kisha shkruar bëles unë ku pash video në Ervisit të shkruajta direkte, se e kuptova, Ervisi e njoh kështu, fytyrën ja kam parë në Facebook, apo kështu ma ka treguar, po nuk e njoh si person, kështu nuk e njoh nga afër. I dashur Geni, Ervisi ka ngritur shumë akuza ndaj teje. Çfarë ke një mesazh për t'i dhënë ish burrit të Mariolës? Ervisit mesazh për t'i dhënë. Ervisi mund të jepë një mesazh që është në rrugën e gabuar me kërcënimet që bën. E pare punës, e dytë e punës në gjyq, sado që të bëjë ka të humbur se është pa letra. Pikës treti, unë doja të nisja se si përdor ajo fëmijët në ca mesazhe se i ka harruar Facebook-un, ajo fshin me mesazhet do dërgon me Z. Edhe i ka fshirë gjitha mesazhet që ka pasur. Unë do dërgoj disa mesazhe, janë në greqisht, se si mëson fëmijën të parë se si thot fëmijës në një kështu që thot çfarë të them. Nuk e di, në ke mundësi që të shikosh këto mesazhe apo unë do t'i lëmë dorën tënde. Kur them do t'i lëmë dorën tënde që do t'i dërgosh edhe Ervisit, do t'i gjykosh apo do t'i shoj, kam për t'i dërguar, do t'i dërgoj më vonë në WhatsApp, po. Në WhatsApp. Mesazhe që nëna shikosh gjëra se si mëson fëmijët, se si flet Mariola. Ata janë në konflikt, unë nuk e di, unë jam në njërë, mendoj me vetën time që të vretë të shfaqem gjyqe dhe ta tregoj kush është ajo. E ka parasysh se mbrojtjet e Ervisit. Ka ajo ka shumë gabime. Që i bie në mbrojtjet e Ervisit. Në mbrojtjet e Ervisit. Por në ana tjetër nuk e di nëse edhe ai den. Nuk e di se ku ka. Domethënë po të vesh bash mirë mund të bash keq, nuk e di çaj. E qartë. Edhe Mariola tashmë ajo ka për ndjekje, ka për buzje Mariola, por nuk është mirë. Që nuk është mirë. Akuzon nënën e saj për çdo gjë që thotë të bëj jeta kështu se jeta ka emër saj, të bëj jeta kështu edhe në marrëdhënie seksuale më fal, po sigureta kështu, sigureta ashtu, domethënë nuk e di, ndoshta ka trajtuar edhe nëna. Ka mungesën e nënës, nuk e di se si mund të ta shpjegoj, ajo duhet një psikolog, po nuk kam bush dot mendjen asaj që ta çosh në psikolog. Unë do ta ndihmoja të çoj edhe në psikolog, edhe pse kemi prish muhabetet apo kështu ja, doja ta ndihmoja në një. Sepse shumica e shqiptarëve kanë vuajtur. Ajo po them për nanën, kur them për nanën që të përmend nanën, du i ka bërë shumë, nanën saj nuk ka qenë gjendje ta edukoj ai ashtu siç duhet. Edhe përmend nanën shumë herë. Geni, Mariola e ndjek live-in tim, është e sigurt kjo gjë. Po Mariolës do dohet jepi një mesazh? Mariolës, një mesazh. Mariolës unë do t'i jepja që nuk ka nevojë që të zihet me njeriu, me njerëz, nuk ka nevojë që të bëj çfarë bën apo këto lloj muhabete, ka problemet e saj, ka hallet e saj. E mira është ta shikoj veten, mos ta akuzoj të tjerë gjithë. Është shumë gjë e keqe. Nuk duhet të përbuzje, jeta nuk është vetëm lek. E qartë. Jeta nuk është vetëm lek, nuk duhet të jesh përbuzje, duhet të ulesh pak të shohësh gjërat normale siç janë praktikuar. Geni, unë sinqerisht të falenderoj që ti reagove, më telefonove, ishe sot me mua dhe tregove këtë histori të kësaj nëne që ke pasur një bashkëtesë 6 mujore, që do të jesh proces e gjyqit në Samos për dhunën mes saj dhe ish burrit. Gjithsesi ne urojmë të bëhet më mira për ata 2 fëmijë të cilët janë të pafajshëm. Ju sot një mesazh për ish burrin e Mariolës, Ervis Begaj, që me sa kuptova unë, dhe pse ishte armiku jot, sot kërkon të jesh në krah të tij për ta mbrojtur, për ta nxjerrë të pafajshëm. Nuk ka ajo pse ti shkatroj jetën atij. Fëmijët t'ia lëri, nuk ka pse ashtu. Si thot ajo që më kërcënon, sepse unë nuk e di. Të vërtetë. Fëmijët unë do të nis disa mesazhe që i ka harruar ajo tek ashtu si mëson fëmijët, ne i themi shqiptari edhe ti e ke këtë që plaku dhe fëmija gjenjet me karamele. Nuk ka pse përdor fëmijët për atë lloj gjë. Unë sido që tjeta i mirë i keq babai, nuk ke pse bën këto lloj gjëra. Duhet të thosh s'ke punë me mua, ke detyrime ndaj fëmijëve, por që mos të arrit deri në atë pikë. E urrëti. Domethënë ka urrëti, njëri me tjetër ka një urrëti që nuk ja vlen. Ai muhabet ka mbaruar për ata të dy. E unë e di. Por ti as nuk kanë, se fëmijët do ta paguajnë, në fund fëmijët do ta paguajnë. Po pra, ata bëjnë. Ajo po punon në mëngjes dhe ndarket. Fëmijët i la me gjyshin e saj, një nga fëmijët e vogël, sepse nuk e duan gjyshin e problemet e tij, arriti që i qelloi edhe gjyshin me kishte një kitar të vogël kështu që nuk e duan. E tallin, e bëjnë lozin me ta, i punoj zbor.
gjëra të tilla, fëmijët janë fëmijë, nuk gjykojnë fëmijën. E qartë. Po mëson keq ashtu. Mëson keq, është gjuna umat. Mirë, Geni të falenderoj, do mbetemi bashkë në kontakt, videot mund të mi dërgosh në WhatsApp, të përshëndes dhe të falenderoj. Mirupafshim. Mirupafshim, shumë faleminderit. Faleminderit, Geni. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që ndruat me mua deri në fund të kësaj video. Nëse edhe ju keni një histori për të denoncuar dhe kërkoni që të jeni pjesë këtu në live me Odetën, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Por ju mund të më dërgoni dhe mesazhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dume Mandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite jam live me këto histori njerëzore. Faleminderit që më ndiqni dhe ritakohemi nesër. Mirupafshim.